Në fund të fushatave elektorale, partitë paraqesin shpenzime minimaliste, të cilat kundërshtohen në analizat e monitoruesve të pavarur. Për këtë qëllim, në prag të ndryshimeve të kodit zgjedhor, Komisioni i Posaçëm dëgjoi propozimet e shoqërisë civile, pikërisht mbi financimet dhe shpenzimet e partive. Afrim Krasniqi e cilësoi situatën emergjente, ndërsa shtoi se kontrolli nuk mund i lihet administratës dhe KQZ. Në të njëjtin qëndrim me të, edhe Aranita Brahaj sugjeroi që filtrin e të ardhurave dhe shpenzimeve ta bëjë KLSH. Propozojmë një database i cili nuk ekziston, edhe database shoqërisë civile është miratuar nga parlamenti, por nuk ekziston pavarësisht se ka 3-4 vite që është miratuar. E njëjta gjë mund ndodhe me këtë gjë. Nuk na krijon mundësinë për të kuptuar, sidomos atë që u tha këtu dhe në fushatë elektorale, ku një financues ka rekorde kriminale, është subjekt i ndalimit gjatë fushatës elektorale apo para fushatës, apo do ta marrin vesh të, siç ndodhet sot, shumë kohë pasi ka ndodhur problematika dhe pasoja. Nëse një parti, një subjekt ka shkel ligjin në mënyrë proporcionale, duhet marrë edhe penalitetin proporcional. Kontrolli periodik nga kontrolli i lartë i shtetit ose auditimi është futur vetëm për financat publike, jo për financa tjera. Është futur tek pushteti lokal, pra i bëhet një kontroll periodik. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ngriti pikpyetje mbi parashikimin e projekt ligj për financimin e forcave politike nga krimi organizuar. Ndalimi lidhet vetëm me persona të dënuar, ndërkohë që mund të ketë persona nën hetim apo me lidhje indirekte me krimin organizuar, ashtu sikurse mund të ketë biznese që financohen nga krimi organizuar e përrjedhoi legjitimohet burimi i financimit të partive politike. Krahas organizatave të shoqërisë civile, me rëndësi janë komentet dhe ekspertiza OSBE dhe Komisionit të Venecias lidhur me projekt ligjin që tashmë është dakordsuar paraprakisht nga PS dhe PD.